shkruar nga Lutfi Dervishi. Dikur në kohët e moshme para vitit të largët 2013, inaugurimi bëhej me 2 akte të thjeshta, një për fillimin e punimeve dhe një tjetër kur çuditërisht punimet përfundonin. Por më pas u zbulua një zgjidhje magjike, segmentimi. Rruga u nda në lote, faza dhe copza, por dhe çdo copës një gërshër, një fjongo dhe një kameraman me dron, por pa gazetar. Ata mund të bënin pyetje të sikletshme si ku do të mbarojë realisht, sa kushton e të tjerë. Kështu që më mirë ku vetë ministri apo kryeministri raportojnë live nga kantierët, shembull, Unaza e Tiranës. Shikomi rrugën e Arbrit, një rrugë më shumë inaugurime se sa tunele, më shumë fjalime se sa tabela sinjalistike dhe më shumë inspektime se sa pemë. Ndërsa tani e kemi kaluar realitetin. Inaugurojmë me foto, pamje të mrekullueshme me filtra me dritë dhe plot shpresë. Rruga Tiranë-Durrës, segmenti më i ngarkuar në vend, është kthyer sot në një ekspozit pikture digjitale ku dhe Van Goghu do të kishte dorëzuar penelin. Por nuk mbaron këtu. Pas inaugurimit të fotove kaluam një shkallë më lart, inaugurimin e ideve. Projekti ideja trenit Durrës-Prishtinë është shembull ideal. Asnjë tra, asnjë shinë, por plot ndjenja patriotike. Pasaportë europiane për të gjithë shqiptarët për në vitin 2030. Dhe me këtë ritëm së shpejti do të presim shiritat në Facebook. Gëzuar.